Për të tretin vit radhazi, Fondacioni Kujtesa Bullgare dhe kryetari i tij, Dr. Miljan Vrabevski, organizuan dhe financuan vizita mjekësore falas për banorët e Bashkisë së Pustecit në Shqipëri, ekzaminime të cilat kryen nga një ekip mjekësh bullgar në fushat e kardiologjisë, mjekësisë së brendshme, endokrinologjisë, dermatologjisë dhe reumatologjisë, do të përfundojnë më datën 28 shtator dhe synojnë të ekzaminojnë të gjithë të interesuarit. Edhe këtë vit vizitat po kryen me kërkesë të kryetarit të bashkisë, Zotit Pali Kolevski, qëllimi i cilit është të sigurojë mundësi për një kujdes të specializuar mjekësor në rajonin e tij. Fondacionit e doktorit personalisht, gjej rastin që të edhe në mënyrë personale ta falenderoj për këtë iniciativë që nuk është vetëm era e parë, por është e radhës, që ne kemi shumë të nevojshme, një ndim të tillë ku me anë të gjithë doktorave që vinë nga Bullgaria, do ndihmohet sadopak në përmirësimin e shëndetit të banorëve të Bashkisë së Pustecit. Nuk është vetëm ky rast, por janë disa raste të tjera që janë për vizitë të tjera, edhe shumë ndihmë kemi marrë nga fondacioni i cili udhëheqet nga doktor Vrabevski, edhe mendoj që ne kemi nevojë për një ndihmë të tillë, për një dorë të tillë që ta ndjejmë domethënë mbështetjen për gjithë komunitetin që jeton këtu. Për shkak të interesit të madh dhe nevojës në rritje për nisma të tilla, Fondacioni Kujtesa Bullgare po planifikon një vizitë tjetër në fund të tetorit. Atëherë një ekip tjetër do të përfshijë mjek të neurologjisë, ORL-s, oftalmologjisë, urologjisë dhe mamologjisë. Përmes kësaj iniciative, ne po japim shembullin e radhës të mirë të solidaritetit evropian. Ne bëjmë gjithçka me zemër të hapur. Jemi të lumtur që këtë vit ekipit e specialistëve u bashkuan të rinj me origjinë nga Shqipëria që u diplomuan në mjekësi dhe Bullgari. Në këtë mënyrë, ne demonstrojmë vazhdimisht ndërbreza dhe dobinë e bashkëpunimit me Bullgarinë. Ekzaminimet kryen nga mjekët e spitaleve dhe qendrave të njohura bullgare, Spitali Universitar Shën Ivan Rilski Sofje, Spitali Universitar Shën Georgi Plovdiv, qendra mjekësore Heidelberg dhe Reverse Dermatology. Në çelin e fushatës mori pjesë edhe ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Bullgarisë në Republikën e Shqipërisë, Ivalio Kirov. Falenderoj Dr. Vrabevskin për përqendrimin e vëmendjes së tij në zhvillimin e Bashkisë së Pustecit, por veçanërisht për përpjekjet e fondacionit të tij në përmirësimin e cilësisë së jetës së të gjithë banorëve të rajonit. Ekzaminimet e specializuara janë më të dobishme për banorët e moshuar dhe janë jo vetëm një gest empatie, por edhe një ndihmë e vërtetë. Nisma po realizohet në mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Shqipërisë dhe në bashkëpunim me dy ministri bullgare, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Mbrojtjes, të cilat siguruan transportin e mjekëve me aeroplan ushtarak Spartan. Pajisjet mjekësore u siguruan nga kompania bullgare Infinita. Edicioni i radhës i ekzaminimeve parandaluese falas në Pustec është vetëm një pjesë e nismave të rregullta të Fondacionit Kujtesa Bullgare në rajon, të cilat synojnë rritjen e cilësisë së jetës së vendasve. Gjatë viteve të fundit, Fondacioni Bullgar ka zbatuar një numër të madh projektesh me ndikim konkret për vendasit. Ndër tyre mund të përmendim sigurimin e autoambulancës, kamionit zjarfikës dhe automjetit për terrenet të vështira për nevojat e bashkisë, pajisjen mjekësore profesionale për qendra shëndetësore të Pustecit, një godinë të lëvizshme tip kontenier me pajisje profesionale mjekësore për një nga fshatrat e bashkisë. Mendimin e Kujtesës Bullgare u riparua rrjeti i ujësjellësit dhe u sigurua furnizimi 24 orësh me ujë në disa nga vendbanimet e rajonit. Godina e Bashkisë së Pustecit është pajisur me mobilje dhe kompjuter për 44 vende pune. Para më pak se një muaj, u siguruan drejtësimi urban në 4 fshatra, Zaroshk, Golomboc, Gorisë të Madhe dhe Gorisë të Vogël. Me të gjitha donacionet, deri më sot, Fondacioni Kujtesa Bullgare është investitori më i madh i huaj në rajon.